Nga Mark Berry and Harvey Gandour, trafiku global I drogës vlerësohet se gjeneron çdo vit të paktën $500 miliardë fitime. Droga të tilla si kokaina, metamfetamina dhe heroina sigurojnë të ardhurat të mëdha përgjatë zinxhirëve të tyre të furnizimit, nga ku rriten ose prodhohen produktet. Dhe lënda e parë, kryesisht Kolumbia dhe Bolivia, Kina, Afganistani dhe trekëndshi I art midis Myanmarit, Laosit dhe Tajlandës e deri kudo ku konsumohet droga. Fitimet në tregtinë e palishme të drogës janë të ndryshueshme. Pak njerëz do të fitojnë shumë që arkëtonte dikur ish bosi I kartelit meksikan Joaquin El Chapo Guzman, I vendosur në listën e miliarderëve global në revistën Forbes. Por ndërsa mbretërit e drogës janë fituesit më të mëdhenj të kësaj industrie, ata nuk zotrojnë shumicën e parave të drogës që gjenerohet në gjithë zinxhirin global të furnizimit. Pavarësisht majgjepsjes së shpeshtë ndaj tyre frymëzuar nga filmat, kartelet e drogës janë në thelb kompani logjistike ndërkombëtare. Ato bashkëpunojnë me shpërndarës në vende të ndryshme, të cilët u dorëzojnë drogën shitësve rajonal me shumicë. Këta të fundit furnizojnë shitësit me pakic, pra tregtarët vendas që u ashesin drogën përdoruesve individual, që të gjithë përgjatë zinxhirit të furnizimit marrin pjesën e tyre. Por shumica e njerëzve kanë të ardhurat shumë më modeste se sa trafikantët milioner. Në intervistat tona me trafikantë të drograve të palishme në SBA dhe Britani, biseduan mbi punën e tyre të përditshme të trafikantëve, të ardhurat e të cilëve varionin nga paratë e xhepit deri tek sigurimi një jete mesatarisht të rehatshme. Rreth 70-80% të ardhurave të përgjithshme të gjeneruara nga drogat e palishme dahen mes shumë tregtarëve me shumicë dhe të tjerëve në vendet e destinacionit si Britania dhe SBA, ku çmimi për 1 gram është në nivelin më të lartë. Mënyra se si lëvizin dhe përdoren këto para për të mbështetur tregtinë e palishme të drogës duhet jetë një pjesë e rëndësishme e çdo strategjie të vlefshme kundër narkotikëve, por rrallë ndodh kështu. Njerëzit dhe organizatat përgjegjëse për pastrimin e të ardhurave nga droga, pra shndërrimin e tyre në para të pagjurmueshme që mund të shpenzohen lehtësisht, veprojnë shpesh larg vëmendjes autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe medias. E megjithatë, mënyrat se si pastrohen paratë e drogave të palishme nuk janë ndonjë mister. Teknikat përfshin transfertat bankare në llogaritë shumta në parajsat fiskale, investimet në kompanitë guac ose depozitat në bizneset me para në dorë dhe blerjen e monedhave të huaja ose në një mas të vogël të kriptomonedhave. Përveç kësaj, përdoret shpesh transporti I drejt për drejt fizik I parave të gatshme përtej kufive kombëtar. Metodat njihen si transferimi I parave me shumicë. Lojtarët më të mëdhenj në industrinë e drogave të palishme, si kartelet ndërkombëtare, shpërndarësit kombëtar dhe shitësit me shumicë në shkallë të gjerë, përdorin shpesh pastruesit profesionistë të parave. Disa prej këtyre të fundit kanë zyrtarisht punë me reputacion në sektorin financiar. Në një nga rastet e fundit, regulatorët financiar amerikan gjobitën TD Bank me $3 miliardë, një dënim rekord për një bank për lejimin e pastrimit të miliona dollarëve të karteleve të drogës. Gjatë 6 viteve të fundit, më shumë se 90% e transaksioneve të bankës kaluan të pamonitoruara, duke I dhënë mundësi rrjeteve të pastrimit të parave të transferonin kolektivisht më shumë se $670 milion amerikan përmes llogarive të TD Bank. Disa rrjete të pastrimit të parave janë paq globale sa edhe zinxhirët e furnizimit me drogë që u shërbejnë. Në qershor 2024, një hetim shumë vjeçar I Departamentit të Drejtësisë së SBA-s zbuloi bashkëpunëtor me banim në Los Angeles të kartelit meksikan të drogës Sinaloa. Ata akuzohen për pastrim të parave përmes një rrjeti bankar kinez. Sipas kreut të hetimit penal të IRS, Guy Fico, trafikantët e drogës gjenerojnë shuma të mëdha parash përmes operacioneve të tyre të palishme. Ky rast është një shembull kryesor I pastruesve kinez të parave që punojnë me trafikantët e drogës për të legjitimuar fitimet e krijuara nga aktiviteti I tyre. Sipas Departamentit të Drejtësisë, shumë shtetas të pasur kinez që u është ndaluar transferimi I shumave të mëdha në SBA nga kufizimet e qeverisë kineze për largimin e kapitalit, kërkojnë alternativa jo formale ndaj sistemit bankar të zakonshëm, dhe këtu përfshihen edhe skema për pastrimin e parave të palishme të drogës. Kjo funksionon pak a shumë kështu. Investitori me bazë në Kinë kontakton një individ që ka dollar amerikan në dispozicion për të shitur në Shtetet e Bashkuara. Ky shitës ofron informacion për një llogari bankare në Kinë, me udhëzime që investitori të depozitojë monedhën kineze në atë llogari. Pasi pronari I llogarisë sheh depozitën, një shumë ekuivalente e dollarëve amerikan I lëshohet blerësit të Shtetet e Bashkuara. Këto marrëveshje nuk janë unike për kinezët. Marrëveshje të ngjashme ndodhin në të gjithë botën, përfshirë skemat për të shfrytzuar shkëmbimin e pesos në tregun e zi dhe sistemin ndërkombëtar të transferimit të parave hawala. Pastruesit profesionistë të parave janë duke krijuar dhe shfrytzuar dobësit në sistemin financiar global. Një korrupsion I tillë lejon që transaksionet e dyshimta të ndodhin pa kontrollet apo mbikëqyrjen e duhur. Kjo redukton jo vetëm transparencën në sistemin financiar, por e dobëson besimin e publikut tek ai. Midis viteve 98-2009, shpërndarësit më të famshëm të drogës në historinë e SBA-s, Margarito Flores Jr. dhe vllai I tij Binyak Pedro, shpërndan kokainë, heroin dhe metamfetamina me vlerë miliarda dollar për klientët e tyre në SBA dhe Kanada. Ata punuan për Guzman dhe Ismael Zambadalo, si dhe vëllezërit meksikan Beltran Leiva, karteli I të cilëve
drogave mbante mbiemrin e tyre. Sot Margarito Flores Jr. është një i penduar dhe trajnon agjentët e antidrogës në BSH-ban. Në një intervistë për Ne ai tha: "Nëse do të mblidhim të gjitha paratë që dërguam në Meksik gjatë dekadës që shitëm drogë, ndoshta do të ishin më shumë se 3.5 miliard dollar." Miliardat që dërguan në Meksik u përdorën nga Guzman, Zambada dhe vëllezërit Beltran Levia, jo vetëm për të zgjeruar bizneset e tyre të drogës, por për të korruptuar figura të fuqishme si ish ministri i brendshëm i Meksikës, Genaro Garcia Luna. Ai u dënua me gati 40 vjet burg në tetor 2024 pasi u shpall fajtor për marrjen e miliona dollarëve rishfet nga karteli i Sinaloa, si dhe mundësimin e trafikimit të mbi 1 milion kilogram kokainë në SBA. Flores thot: "Është e rëndësishme të kuptohet se korrupsioni ndikon tek njerëzit në të gjitha nivelet e qeverisjes. Shpërblimet tona përfshinin policinë lokale dhe njerëz të tjerë në komunitet, deri tek njerëzit me pozicione më të larta në qeveri. Shumë nga ato para financuan më pas konfliktet e dhunshme midis karteleve, edhe pse ka pasur një vëmendje më të madhe ndaj parave të karteleve që pastrohen përmes bizneseve dhe bankave të profilit të lartë si Wachovia dhe HSBC. Flores thekson se paratë e përfshira në trafikun e drogës janë shumë më tepër nga sa mund ta perceptojnë njerëzit. Arsyeja kryesore është vështirësia më e madhe për gjurmuar rrjedhën e parave përmes kamionëve, varkave, avionëve e madje edhe dronëve. Është një ide e gabuar se të gjithë ata që fitojnë shumë para me drogë ose biznese të tjera të palishme bëjnë përpjekje për të pastruar paratë e tyre. Unë dhe im vëlla mbajtëm shumë nga paratë që fituam. Ne e dinim se qeveria në fund mund të na zbulonte", shton Flores. Në studimin ton mbi strategjitë e pastrimit të parave të përdorura nga njerëz të përfshirë në trafikun e drogës në Britani dhe SBA, zbuluam se trafikantët e rrugës nuk përdorin zakonisht skema të sofistikuara të pastrimit të parave. Përkundrazi, ata i shpenzojnë paratë e tyre për ushqim dhe shpenzime të tjera të jetesës së përditshme. Shpenzimi i parave në shuma të vogla, të fituara përmes aktiviteteve të palishme, mbetet një vepër penale, edhe pse rrallë ndiqet penalisht ndaj këto aktivitete të përditshme që fusin paratë e drogave të palishme në ekonominë e lishme, nuk llogariten siç duhet. Bizneset e lishme janë një mjet i zakonshëm dhe shpesh i vështirë për të zbuluar për të pastruar paratë e drogës. Baret, klubet, palestrat dhe sallonet e flokëve, thonjve dhe solarit mund të krijohen lehtësisht me paratë e drogës. Këtyre ushtohen kompanitë e ndërtimit dhe restorantet. Disa trafikantë përdorin taktika pastrimi brenda punëve të tyre të lishme. Për shembull, elektricistët ose hidraulikët mund pastrojnë para duke gjeneruar fatura për punë të rreme dhe më pas duke i raportuar të ardhurat në deklaratat e tyre tatimore. Nga ana tjetër, shumë trafikantë nisin të hapin biznese të lishme për dal nga tregtia e palishme e drogës. Por sa kohë ekziston kërkesa për droga të palishme, industria do të vazhdojë dhe të ardhurat që ajo i gjeneron do të pastrohen. Ne besojmë se për të frenuar trafikun e drogës, strategjitë e qeverive duhet shkojnë përtej kapjes së drogës dhe të fokusohen shumë më tepër në kapjen e parave.